E kthyer tashmë në traditë çdo 31 dhjetor, Wendy Mardejdo natë e ndërimit të viteve e gjen në Tiranë. 29 vjeçaria nga Mirdita e lindur dhe rritur në Itali. Periudha më e bukur e vitit e kthen atë në atë së bashku me familjen e saj. Kemi ardhur çdo vjet, domethënë unë jam rritur edhe në Itali për pushimet vishim gjithmonë këtu. Nën tingujt e muzikës mes dritave shumëngjyrëshe dhe spektaklit të jashtëzakonshëm të fishekzjarreve, qytetarët në Tiranë pritën vitin e ri 2026. Qielli i Tiranës u ndriçua edhe nga një spektakël i veçantë me dron. Në zemër të kryeqytetit u mblodhën mijëra qytetar për të pritur ndërimin e viteve, duke shndërruar sheshin Skënderbej në kryeqendrën e festimeve. Kur bëhet fjala për fest, lezeti i saj janë të veçlit. Gëzuar të gjithë shqiptarëve, besoj që të jetë një vit sa më i mbarë dhe uroj që të jetë sa më i lumtur për të gjithë. Nata e ndërimit të viteve bëri bashkë çdo grup mosh për të ndarë momente të paharrueshme me njerëzit e tyre të dashur, ndërsa urimet shkojnë për më shumë shëndet e mbarësi. Gëzuar 2026-ën, paqe, mbarësi dhe lumturi të gjithëve. Gëzuar gjithë e fatë e mbarësi. Gëzuar për shumë vjet, na i viti marë, për gjithë. Koncerti organizuar nga Bashkia Tiranë filloi në orën 22 të mbrëmjes dhe zgjati deri pas mesnate. Festimeve në kryeqytet ju bashkuan edhe shumë të huaj nga vende të ndryshme të botës. From Bari, Italia. Bari, Italy, hello!